Ai ishte i njohur si padrinoja i fundit dhe mburej, duke thënë se mund të mbushte një varrez të tërë me njerëzit që kishte vrarë vetë. Tani siciliano Don Matteo Messina Denaro ka takuar krijuesin në moshën 61 vjeçare. Bosi i mafjas, që u arrestua në janar pas 30 vitesh në arreti, vdiq në spitalin e qytetit italian L'Aquila pas një sëmundje të gjatë dhe të pashërueshme. Një Don Juan i famshëm, ai pëlqente ta shpaloste pasurinë e tij me makina Porsche, ora Rolex, kostume Armani dhe syze dielli Ray-Ban. Matteo Messina Denaro ishte përgjegjës për disa nga krimet më mizore të kryera ndonjëherë nga Cosa Nostra. Mes tyre ishte fushata e bombardimeve në stil terrorist e 1993-shit, që vrau 10 persona, përfshirë një vajzë 9 vjeçare dhe motrën e saj foshnje. I njohur si Usiku, i dopti apo diabolik, bosi mizor i krimit ishte i lidhur me më shumë se 50 vrasje, përfshirë atë të një fëmije që u rrëmbye, u mbyt dhe më pas u shkri në acid. Vdekja e Matteo Messina Denaros mund të jetë edhe gozhda e fundit në arkivolin e imazhit të romanticizuar të mafjas siciliane. Qëndrimi i tij në majat e pushtetit kriminal nisi të dobësohej që në vitet 1990, për shkak të një reprezaljeje të policisë dhe një vakumi që u krijua në krye, pjesërisht shkaktuar nga 3 dekadat e Denaros në arreti. Anna Sergi, kriminologe dhe eksperte e krimit të organizuar, thotë edhe se Denaro nuk ishte ajo legjenda e gjithë pushtetshme e parë tek portretizimi i Don Corleones nga Marlon Brando në klasikun e 1972-shit, Padrinoja. Denaro nuk ishte bosi i vërtet. Nuk ka patur një bos të vërtet të gjithë bosëve që prej 2 dekadash, thot ajo. Nëse Denaro nuk mundi të arrinte fuqinë e jashtëzakonshme që ndëronte, kjo nuk erdhi për shkak të mungesës së vullnetit. I lindur në Trapani të Sicilisë, ai ishte djali i një bosi rajonal të mafjas, Francesco Messina Denaro, i njohur si Don Ciccio, dhe u mësua të mbante dhe përdorte një armë që në moshën 14 vjeçare. Ai ngjiti shpejt shkallët në Cosa Nostra dhe kreu vrasjet e para të tij kur ishte 18 vjeç, përpara se të bëhej Xhiraku i Totorinos, bosi të bosëve, duke fituar pas kësaj dhe reputacionin e një Don Juani të vërtet dhe një vrasës i mizor në të njëjtën kohë. Në 1991-shin, gjatë një afere me një recepcioniste austriake që punonte në një hotel në Ishull, ai dëgjoi menaxherin e saj, Nicola Gonzales, të ankohej për mafiozët e vegjël që vërtiteshin përreth hollit. Gonzales u qellua për vdekje menjëherë më pas në Palermo. Një vit më vonë Denaro ftoi rivalin e Totorinos, Vincenzo Milazon, në një takim, përpara se ta vriste atë dhe të mbyste edhe partneren e tij shtatzën, Antonella Bonomo. Kur një nga gangsterët e Denaros, Santino Di Matteo, dha dëshmi për vrasje në tentativë të një polici, Denaro dhe bos të tjerë të mafjas urdhëruan rrëmbimin e djalit 12 vjeçar të informatorit, Giuseppe. Djali u mbajt peng për 2 vjet, para se të mbytej dhe më pas trupi i tij u shkri në acid. Reprezalja e prokurorëve në fillim të viteve 1990 bëri që Totorina të shpallte luftë shtetit, me Denaron si një nga ekzekutuesit më të zellshëm të tij.
Ish mafiozi Tommaso Buscetta u bind të jepte dëshmi kundër mafiozëve të tjerë, nga gjykatësi Giovanni Falcone dhe prokurori Paolo Borsellino. E kjo çoi në një gjyq masiv në të cilin 338 mafiozë u dënuan. Hakmarrja ishte e shpejtë dhe e përgjakshme. Në maj 1992, Falcone u vra në një sulm me bombë afër shtëpisë së tij në Palermo. Borsellino u vra nga një autobomb para shtëpisë së nënës së tij, po në Palermo, 2 muaj më vonë. Denaro kishte gisht në të dyja vrasjet, dhe kur Totorina u arrestua në janar 1993, ai dhe bos të tjerë të mafjas nisën një fushat të tmerrshme bombash në Firenze, Milano dhe Rom. Shpërthimi i parë në galerinë Uffizi në Firenze plagosi 5 persona, përfshirë një vajzë 9-vjeçare, Nadian, dhe motrën e saj, aso kohë vetëm 2 muajshe, në maj 1993. 2 muaj më vonë, një bombë jashtë një galerie arti bashkëkohor në Milano vrau 5 persona të tjerë. Në total, bombat, përfshirë dhe 2 të tjera në Rom, lënduan 93 persona. Denaro u zhduk nga qarkullimi pas sulmeve, por në 2002 ai u gjykua në mungesë dhe u dënua me burgim të përjetshëm për vrasje. Ndërsa vazhdonte të ishte një figurë kryesore për Cosa Nostran siciliane, ai shpëtoi policisë duke qëndruar në fakt në mes të njerëzve. Madje, në 1995 ai jetonte edhe me të ëmën. Për 2 vjet ai jetoi afër Bagherias me të dashurën e tij Maria Messi, të cilën e takoi kur ishte me pushime në Greqi. Ajo më pas u arrestua për 3 vjet, sepse kishte ndihmuar atë. Deri në këtë kohë, Matteo Messina Denaro ishte bërë edhe babai një vajze me të dashurën Francesca Alagna, edhe pse ai pretendonte se nuk e kishte takuar kurrë të bijën. Me familje tradicionale të mafjas italiane që po e humbisnin në ritmin në tregtinë e drogës, Denaro ndryshoi modelin e biznesit dhe nisi të investonte në sipërmarrje legjitime, përfshirë këtu energjinë e gjelbër, duke e përdorur një elektricist si përfaqësues për një kompani të energjisë nga Era me vlerë 1.7 miliard euro. Ai po ashtu bëri miliona edhe nga kompanitë e ndërtimit, nga turizmi, e madje edhe nga një kompani sallami, duke përdorur njerëz të besuar që qarkullonin parat deri tek ai, ndërkohë që u përfshi edhe në prodhimin e vajit të ullirit, me biznesin Fontane d'Oro që u konfiskua nga shteti në 2014. Denaro po ashtu investoi edhe në një rrjet supermarketesh në pronësinë e Giuseppe Grigolit, që kishte ekskluzivitetin e markës Spar në Sicilinë perëndimore. Grigoli u arrestua në 2008 dhe autoritetet italiane konfiskuan më shumë se 700 milion euro asete që çonin deri tek Denaro, përfshirë 12 biznese, 220 prona, mes të cilave vila, blloqe apartamentesh dhe tokë me sipërfaqe totale prej 60 hektarësh. Madje në disa raste, hetuesit kishin ndjekur edhe pista që çonin deri në Shqipëri. Ndërsa perandoria e biznesit e Denaro së rritej, ai mbetej i paarritshëm nga autoritetet. Policia italiane kishte arrestuar sa më shumë bashkëpunëtor të tij që kishte mundur, me 140 të dyshuar që u prangosën vetëm në 2011. Policia më në fund e mbërtheu Denaron, pasi disa regjistrime treguan se ai vuante nga kanceri në zorr dhe ai u rrethua në një klinik në Palermo ku po merrte trajtim në emrin Andrea Bonafede.
Kur u arrestua, i kishte veshur një xhaket kafe, një orë të stilistit Frank Muller dhe Ray-Banat e tij të famshëm. Kur u morë në pyetje nga hetuesi Maurizio De Lucia pas arrestimit, Matteo Messina Denaro nuk u zbërthye. Foli dhe tregoi shumë pak, pa u ndalur në detaje dhe pa dhënë shpjegime. Madje, një pjesë të madhe të pyetjeve nuk ju përgjigj fare, ashtu siç bën një burr nderi. Kur u pyet për Cosa Nostrën, Messina Denaro nuk u step. Cosa Nostra? E kam dëgjuar të përmendet vetëm në televizor. Ndoshta me Cosa Nostran kam bërë ndonjë biznes, por pa e ditur se çfarë ishte, shtoi ai. Dhe në fund, Matteo Messina Denaro i gozhdoi hetuesit kur tha: "Po të mos kisha qenë i sëmur, nuk do të më kishit kapur kurrë." Vdekja e njeriu që u quajt padrinoja i fundit 8 muaj pas arrestimit të tij shënon fundin e një ere për Cosa Nostrën. Por ekspertët thonë se kambana e vërtetë e vdekjes kishte kumbuar që në luftën e dytë të mafjas, kur arrestimet e Totorinës dhe pasuesit të tij Bernardo Provenzano, që lejuan ngritje në majt të Denaros, shkaktuan edhe një përplasje të madhe, që bëri që organizatat mafioze të thyeshin dhe të ndaheshin në kufij rajonal. Në vitet 90, mafja siciliane ishte dëmtuar rënd jo vetëm nga shteti, por edhe nga vetë veprimet e bosit të saj, Totorina. Vizioni i të cilit për mafja në përfundim nuk solli asgjë të mirë për të, thot Ana Sergji. Ajo shton se bombat ishin një përpjekje e Totorinës për t'ju kundërvënë reprezaljes së shtetit, por pasojat i vuajti vetë mafja. Mafja siciliane humbi shumë fuqi kriminale. Në ditët e sotme, ajo nuk dominon më trafikun e drogës. E duke e humbur këtë, ka humbur edhe shumë para, thot Sergji. Mafja vazhdon të pastroj parat në tregun e energjisë së erës ose në sektorin e hotelerisë, por krahu ushtarak i mafja siciliane nuk është më dominues, sepse ai thuajse çoi në vetë shkatrimin e organizatës. Është e vërtetë që familjet e vjetra vazhdojnë të ekzistojnë edhe kanë pushtet në territore, por është kryesisht pushtet lokal. Një ish komisioner sicilian tregon se si familjet e tjera të Cosa Nostras janë në një krizë bashkëpunëtorësh dhe parash. Francesco Forgione, ish presidenti i Komisionit Anti-Mafia në Itali, thot: "Ndërsa Denaro hodhi gjithçka në lojë tek bizneset e mëdha, era shpërndarja ushqimeve dhe turizmi, kishte një krizë në lagjet e Palermos. Ai shton se tashmë prestigji i mafjas ishte aq i rënd sa që ata nuk guxonin më as të kërkonin 200 euro pagesë për mbrojtje. Me policinë që ndiqte çdo lëvizje të mafjas, ata nuk mundeshin as të ngrinin një komision apo të mblidhnin kupolën, në të cilën merrnin pjesë shefat e çdo familjeje dhe e cila do të zgjidhte edhe liderin e ri të mafjas. Takimi i fundit i kupolës në 2018 u ndërpre nga policia italiane kur pjesëmarrësit njëkohësisht mbyllën telefonat e tyre celular dhe 46 persona u arrestuan. Tani ekspertët thonë se çdo pasues i mundshëm i Matteo Messina Denaros do të jetë i njohur për autoritetet, por dëmi i madh është bërë që me arrestimin e tij. Ajo që mafja humbi në të vërtetë me arrestimin e Matteo Messina Denaros është etosi mitologjik i organizatës. Ata ishin krenar që bosi i tyre kishte qëndruar në arati për kaq shumë kohë, thot Ana Sergji. Edhe pse ajo thot se Denaro ishte shumë larg të qenit padrinoja, ai mund të ishte edhe doni i fundit me hije të rëndë. Problemi i Cosa Nostras, sipas ekspertës, ishte se ajo gjithnjë kishte vendosur shumë presion dhe shumë pushtet
në duart e një njeriu të vetëm. Një njeriu kundër të cilit do të ktheheshin gjithnjë bosët e tjerë. Struktura e re e Cosa Nostras, më shumë si një federat dhe jo si një organizat kriminale, do të thotë se asnjë lider absolut nuk do të shfaqet në horizont. Ndaj Matteo Messina Denaro është bosi i fundit, emrin e të cilit të gjithë e dinë. Ai është i fundit me identitet të asaj kohe e nuk do të ketë më një tjetër. Sì, la facciamo qua. Pas vdekjes së bosit të Cosa Nostras, Roberto Saviano, një prej gazetarëve që ka folur më zëshëm në Itali dhe Evropë për luftën kundër mafias, në një artikull për Corriere della Sera, ka analizuar ndërkohë trashëgimin dhe pasurinë e tij. Sipas Savianos, vajza e Messina Denaros, Lorenza, që mbi emrin e të atit e mori vetëm pak javë më parë në qelit e burgut ku ai mbahej, pranoi ta bënte këtë vetëm për shkak të parave. Por një pjesë e madhe e pasurisë së bosit të mafias, sipas gazetarit, mund të jetë fshehur diku në Shqipëri, ku shpesh hetuesit kanë zbuluar gjurmë të tij. Por se ku ka investuar para bosi i fundit i mafias, askush nuk mund ta thotë. Prokurorët, thot Saviano, nuk do të jenë kurrë në gjendje të zbulojnë të gjitha paratë e Matteo Messina Denaros. Ka gjithnjë diçka që do të shpëtojë, veçanërisht në lidhje me asetet materiale në Itali. Por llogaritja jashtë vendit, ndoshta edhe paratë në Shqipëri, ku shpesh hetimet kanë devijuar apo në parajsa të tjera fiskale, nuk do të arrihen kurrë. E ku do të shkojnë këto para? Me siguri, tek trashëgimtarët e njohur nga vetë bosi. Dhe trashëgimia në Cosa Nostra, në fakt, nuk bazohet tek ligji. Trashëgimia e një njeriu të ndershëm nuk ndahet, nuk përpjestohet, por shkon atje ku ka dashur ai. E mbi të gjitha, nuk mund të shkojë tek një fëmijë që nuk ka mbiemrin e të atit. Cosa Nostra i jep para vetëm për një person që mban mbiemrin Messina Denaro. E kjo shuan çdo mister. Lorenza, që mori së fundmi mbiemrin e të atit, merr në dorë edhe menaxhimin e kapitalit, merr pra parat. Tani me vdekjen e tij, Matteo Messina Denaro merr me vete edhe një seri misteresh, që pasi u arrestua kishte thënë se nuk do t'i zbulonte. Unë nuk do të pendohem kurrë, i kishte thënë ai prokurorit. Messina Denaro konsiderohej kryemafiozi i fundit i masakrave, një prej urdhëruesve të atentateve kundër Falcones dhe Borsellinos. Në fillim të 1992-shit ai ishte dërguar në Rom nga Totorina për të vrarë Giovanni Falconen. Pas disa ditësh për ndjekje të shkuara kot, Messina Denaro mori urdhër nga bosi i bosëve që të kthehej në Sicili. Në atë moment, mafia kishte nisur të mendonte për atentatet që do të realizonte në tokë siciliane. Matteo Messina Denaro e dinte se për çfarë arsyeje Cosa Nostra vendosi të ndryshonte strategjinë. Me vdekjen e tij shuhet çdo mundësi për të mësuar të vërtetën. Ashtu si për vrasjen e gjykatësit Falcone dhe prokurorit Paolo Borsellino, Messina Denaro ishte në dieni të motiveve që mes viteve 93 dhe 94 shtyn Cosa Nostra të bombardonte Italinë. Nga atentati i dështuar mbi gazetarin Maurizio Costanzo e deri tek shpërthimet në Firenze, Milano, Rom e të tjerë. Sipas informacioneve të pandehurit Nino Giuffre, Messina Denaro ishte dhe rojtari të paktën një pjese të arkivit personal të Totorinos. Besoj se një pjesë e dokumenteve që u morën në shtëpinë e Totorinos kanë përfunduar në duart e Messina Denaros, kishte thënë ai në 2013. Dhe bëhet fjalë për letra dhe dokumente që u zhdukën nga shtëpia e bosit të bosëve, menjëherë pas arrestimit të tij, e që sot nuk janë gjetur ende.
Për më tepër ka dhe dyshime se Messina Denaro ka patur në zotërim edhe agjendën personale të Paolo Borsellinos, që u zhduk pas atentatit në Via D'Amelio ku ai mbeti i vrarë. Sipas mediave italiane, agjenda e famshme e Borsellinos nuk u gjet kurrë dhe me shumë gjasa dikush e ka larguar nga skena e krimit. E nuk dihet se si ajo mund të ketë përfunduar në duart e Messina Denaros. Ky i fundit ishte po ashtu dhe dëshmitari i strategjisë së Cosa Nostras, kur në udhëheqjen e Bernardo Provenzanos, bombat u ndalën dhe mafia firmosi marrëveshje me njerëz të politikës. Të mërkurën arkivoli me trupin e pajet të bosit sicilian të mafjas, Matteo Messina Denaro, i shoqëruar nga policia mbërriti në vendin e tij të lindjes, Castelvetrano. Atje, ai u varros shpejt dhe me një ceremoni shumë të kufizuar. Arkivoli i tij u nxorr me një makinë funerale nga spitali në L'Aquila, ku ai dha dhe frymën e fundit, e mbriti në Castelvetrano në Sicili në orët e para të mëngjesit. Policia normalisht i ndalon funeralet e bosëve të mafjas dhe vetëm pak pjesëtar të familjes, përfshirë këtu 2 motrat dhe një vëlla, ishin të pranishëm në ceremoni. Ndërkohë, reagimet në vendlindjen e tij dhe në të gjithë Italinë ishin të përzjera. Më herët kryebashkiaku i qytetit italian të L'Aquilas, Pierluigi Biondi, i cili edhe ishte i pari që konfirmoi vdekjen e Messina Denaros në spital, tha se vdekja e tij jepte fund një historie dhune dhe gjaku. Ai falenderoi stafin e burgut dhe spitalit për profesionalizmin dhe humanizmin e treguar dhe tha se vdekja e Matteo Messina Denaros ishte epilogu i një ekzistence të jetuar pa keqardhje dhe pa pendes, epilogu i një kapitulli të dhimbshëm të historisë moderne të Italisë. Më 8 gusht të këtij viti, Matteo Messina Denaro në fakt ishte zhvendosur nga burgu i sigurisë maksimale në L'Aquila, në spitalin San Salvatore në qytet, pasi shëndeti i tij u përkeqësua. Por mbrëmjen e 22 shtatorit, ai ra në koma të pakthyeshme. Ditët e fundit, vajza e tij, të cilën e takoi për të parën herë në burg, i qëndroi pranë. Përgatitjet u bën shpejt që ai të varrosej në varrezat e familjes në Castelvetrano pranë babait të tij, Don Ciccios. Por kryebashkiaku i Castelvetranos, Enzo Alfano, nuk është as pak i kënaqur për këtë. Një njeri që i ka bërë kaq shumë dëm tokës së tij ka vdekur. Do të duhen edhe dekada të tjera që do të vinë, që ne t'i japim fund një mentaliteti, një kulture ndonjëherë flagrante të palishmërisë, të mos ndëshkueshmërisë, të cilën ai dhe të tjerë para tij e kanë kultivuar. Një lutje nuk mund t'i mohohet askujt, por unë nuk mund të them më vjen keq, shkroi në Instagram Matteo Salvini, zëvendës kryeministër i Italisë. Ndërsa Roberto Saviano shkruan: Matteo Messina Denaro, 1962-2023, vrasës. Bosi vdiq, por Italia mbetet një vend me prirje mafioze.